koncentrova te fëmijët edhe e lash pak si anash. Ti shkove në një vend ku basketbolli është në majën e sukseseve, ku atje zhvillimin e prek në mënyrë të jashtëzakonshme, ku nuk ka realisht ndonjë vend më të zhvilluar se sa ai në fushën e basketbollit. Tirantina pse nuk e vazhdoi këtë sukses që kishte këtu vetëm ta abarte atje? Tirantina kur përfundoi Liga Trokall edhe përfunduan gjanat, unë e ndalova basketbollin dhe vazhdova me studimet. Mas studimeve filloj puna, marrë jeta e përditshme me veti. Edhe kur u barta në Amerikë, filloj familja. Në fillim, pasi që e kisha vajzën, një periudhë shkurt fillova me basketball, me besën e teme dhe të kremit, të burit që është atje Artesa, ajo mirej me basketball. Edhe kom fillu një periudhë dhe kom ndihmu trenerin e ekipit të shkollës mesme atje, për pak. Po ma ndej, fillova, po me u koncentrova të fëmijët edhe e lash pak si anash. Po ma ndej me vajzën, tash, këtë vitin që shkoj, është gjithmonë në sezonin dimror, e kam fillu me u marrë pak më aktiv me fëmijët, me vajzat e vogla. Kishte mungu dhe ty besoj. Po, më kishë mungu, edhe, po menoj, nuk është që ndonjëherë nuk luim, edhe me fëmijët, edhe me bashortin edhe me prindë e mi kur kanë arë, se i kemi vendi, kështu që prap luj, po jo në mënyrë profesionale. Kom lujt vitin e kalu, më duket e keni edhe fotografit ka qenë në një organizim 3x3 Prishtina, edhe ku aty kom lujt mas një kohë shumë gjatë. Në loj taman. Si është të kënë ndjenja e pauzës për një sportist? Shumë. Ndjenja ka qenë e papërshkrueshme, sidomos kur edhe me lujt me disa prej basketbolistëve, edhe basketbolistëve tjerë, edhe me lujt kundër prindit tonë, babit. Ate kishe kundërshtar? Po, e kisha kundërshtar. Kështu që edhe sidomos ndjenjë ma speciale dhe ma e rëndësishme ka qenë me lujt para fëmijëve të mi, që me mpa ato një herë, mamin të lujt basketball. Bënin tifo për mamin apo për gjyshin? Për mamin. Edhe vajza dhe djali ishin ton kohë në angst që a ka me fitu mami, a gjyshi, përdoj me fitu mami, edhe kur fitum na, vajza tha, gjyshi po më vjen keq, sa mami ka fitu. Po, edhe për ta ka qenë ndjenjë shumë interesant, mo vajza edhe djali nuk më ishin qaq shumë entuziast dhe qaq shumë gëzum mas lojës, dhe sidomos që edhe mami fitoj, sa ka qenë disa dit me rend, e kanë veç për qatë lojë kanë folë. Kryetim familje. Po, ka qenë për disa dit. Gjyshi se përjetoj atë diskutimi që zgjati me ditor. Gjyshi mirë. Edhe pse ai shumë shtirë i pranon humbjet, po këtë herë ke ma e letë.